Prej kohësh është përfolur se Sergej Akirovic, ish trajneri i Dinamos së Zagrebi, dëshiron të rikthehej në skuadrat e tij Arbër Hoxhën, fillimisht gjatë aventurës së tij në Kayserispor dhe më pas tani te Hull City në Angli, por këto zëra nuk kanë asnjë bazë reale dhe asnjë nga këto transferime nuk është në tryez. Burime pranë klubit, siç raporton 24.sata, thuhet se Hoxha ka nisur përgatitjet me Dinamon dhe është në listën e lojtarëve që do t'i bashkohen skuadrës në fazën e dytë të stërvitjeve. Megjithatë, 26 vjeçari shqiptar është në një pikë ku dëshiron të luajë rregullisht dhe të jetë pjesë e formacionit titullar, gjë që nuk i është garantuar te Dinamo në sezonin e fundit. Interes për të ekziston dhe largimi nga Maksimir duket një skenar i mundshëm nëse paraqitet një ofertë që i përshtatet si lojtarit ashtu edhe klubit. Megjithatë, është e qartë se Hoxha nuk është në planet e Jakirovicit as te Hulli dhe as më parë në Turqi. Në aspektin e skuadrës kombëtare, Hoxha ka përparuar goxha. Nga një lojtar stolje e ka bindur Silvinjon që t'i besojë nga minuta e parë në 3 ndeshjet e fundit të radhazi. Me Andorrën, Ansori la gjurmë me një asist, ndërkohë ishte pikërisht ai që krysoi topin nga e majta në autogolin që bën letonezët.